Edhe ku lexuam së bashku pra nga Korintasit, kapitulli 12 vargu 9, është edhe teksti ku neve do të mbështetemi. Do ta vëmë re gjithse cili prej nesh gjendet në situata të vështira. Edhe një problem kryesor që neve kemi është që kur gjendemi përballë vujtjes, problemeve, shqetësimeve, ne e kemi të vështirë se si të përballemi me to. Një problem ose një kujtesë që ne duhet i bëjmë vetës tonë është fakti që të gjithë ne ndodhemi ose jemi në një botë ku është plot ligësi. Edhe kur është e tillë shumë njerëz duke edhe përfshirë edhe ne, mund të jemi përballur edhe mund të ndihemi të lodhur nga betejë me jetën, zhgënjime të ndryshme, përpjekja për të dukur më të fortë përpara tjerëve. Po vjen një moment që ti thua nuk desha të adina. Pra, ajo çfarë është një ndryshim interesant që bëhet midis botës fizike dhe asaj shpirtërore është fakti që Perëndia nuk na kërkon në të njëjtën mënyrë siç na kërkon bota. Bota na kërkon neve që siç janë këta shumë edhe këta që japin dhe këshilla të ndryshme është ti duhet të tregohesh i fortë, ti nuk duhet të tregosh dobësitë tua, ti nuk duhet ti qash hallet të tjerëve e kështu me radhë. Edhe është disi e vërtet dhe të thuar sepse shumë njerëz kur gjenden përpara të tilla problemeve dhe shqetësimeve, një nga vujtjet më të mëdha, një nga problemet që neve si njerëz përballemi është fakti që nuk gjejmë dot dikë që të qajmë hallet, të flasim, të diskutojmë, të marrim një mendim, të marrim një këshill. Të bëhet më e dhimbshme është se jo të gjithë njerëzit të kuptojnë me situatën ku ndodhesh. Ndërkohë që Perëndia na fton neve ashtu siç jemi me dobësitë tona, me vujtjet tona, me ato betejat tona, edhe na thot hajt. Nuk na do të fortë, nuk na do të shtirë, sepse të gjithë njerëzit po të shikosh në pamjen e jashtme, njerëzit duket sikur janë të fortë, duket sikur e kanë çdo gjë po i shkon mirë, janë të shëndetshëm. Nëpër këto rrjete sociale që shumë njerëz përpiqen që të postojnë sa më shumë gjëra, domethënë që të tregojnë që po kënaqen, çdo gjë po shkon mirë, po e shijojnë jetën maksimum, po neve e dim që ajo është diçka kalimtare, është vetëm pamja e jashtë, që shumë njerëz bjen prej asaj, edhe harrojnë që të jetojnë se çfarë kanë në prezencën në jetën e tyre, po kërkojnë atë tjetër. Domethënë që po të kem atë unë që ka ai, ose ajo unë do ta kem shijuar, do ta shijoj jetën akoma më shumë, sepse ajo më mungon, ajo më pengon mua që të shijoj jetën. Edhe të kënaqem që të jemi plotësuar. Por ne e dim që kjo është një mënyrë bajate, një gjë e ulët, ose shpesh herë shumë njerëz gjejnë justifikime për mos qëndruar në situatën ku ndodhet. Tani, kemi Palin, që Pali na bën të qartë me historinë e tij, ai po përpiqet të tregojë një situatë ose të trajtoj një situatë në Korint që shumë njerëz mendonin që Zoti i fliste atyre, Zoti i jepte atyre zbulesa. Edhe Pali thot, ju nuk e dini çfarë është zbulesa. Po të lexojmë kapitullin 12, Pali nuk e përmend veten e vet, aty thot po njoh një person, por në fakt
mendohet që është ai që Zoti e ka marrë. Ai thot nuk e di se si shkova, thot në shpirt, në frym, a me gjithë trup. Zoti e di këtë. Por di këtë që kur shkova në Paras dëgjova shumë gjëra, po që janë pa tregueshme për njeriu. Që do të thot, jo vetëm që nuk lejohen nga Perëndia për njerëzit që të dëgjojnë, por unë mendoj dhe besoj gjithashtu që është diçka që mendja jonë nuk e përballon dot, mendja jonë fizike ku ne vendodhemi. Sepse jemi aq shumë të vegjël mendërisht sa nuk i kuptojmë dot gjitha. Madje tek ligji për të rirë 29, kapitulli 29, vargu 29 thot, gjërat që na janë bërë të dukshme janë për ne që t'i kuptojnë, t'i shijojnë në merat. Gjërat që janë të fsheta janë për Perëndin. Pra, në qoftë se neve nuk arrim dot t'i shikojmë, nuk arrim dot t'i dëgjojmë gjërat e fsheta të Perëndis, atëherë nuk janë për ne. Një nga shprehjet që leqt përdorin që mbajnë mend që i vogël është, thoshin o Zot sa ke mos na rrëfe, sepse mund të ketë gjëra të dhimbshme, gjëra vuajtje e me radh që mendja e njeriu nuk i përballon. Madje edhe gjëra të tjera, domethënë që janë përtej imagjinatës tonë. Tani Pali ishte një njeri pra që e kishte këtë lloj mundësie, këtë lloj privilegji që të shkonte në Paras dhe të dëgjonte gjërat e perëndishme, që asnjë njeri fizik, domethënë i gjallë në tokë, nuk duhet i dëgjoj. Edhe Pali e ka lënë me kaq, domethënë që janë pa tregueshme. Por çfarë bëri Perëndia? E keni vënë re që njerëzit kur kanë diçka, që kanë arritur diçka, e keni vënë re që janë shumë të paktë ata që ruajnë për ulje. Më thënë, kur zakonisht këta që janë të pasur e që kanë mundësi ekonomike më shumë se të tjerë, mburren në maksimum. Harrojnë situatën se kur kanë qenë edhe vetë që kanë sistemi neve kanë ngrënë bukë me vaje, bukë me kripe, kështu me radhë. Ose kanë ngrënë dhe bukë thatë, ose edhe kanë ngelur dhe kanë qenë edhe pa ngrënë. Për në momentin që arrin në një status tjetër, fillojnë edhe mburren edhe i shkelin me kam të varfër. Çfarë bëri Perëndia për ta përulur Pali? Pikërisht tek vargu 9, neve lexojmë tek e 2 Korintasve. Nga gjitha gjërat e bukura edhe gjitha dhuntit, gjërat e mira që Perëndia i dha Palit, po i dha edhe diçka tjetër. Vargu 7 na shpjegon vargu 9. Dhe që të mos mbahen me të madh për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, pra çfarë Perëndia i kishte bërë të ditur Palit. Ai ishte, si thuaç, i vetmi person përveç Jezusit që pati këtë lloj privilegji që të dëgjonte gjërat të perëndishme. Dhe në qoftë se do të Perëndia do ta lejonte me atë, do ta përdorte për përfitime personale. Se zbulesa mu dha një gjëm në mish, vargu 7, një engjëll i Satanit për të rënë me grushta që të mos mbahen me të madh. Ajo vujtja, ai gjembi, ai një plaga, një diçka që Pali mori në trup, ishte e dhimbshme. Ai këtu thot një engjëll i Satanit që të më qellon për të më rënë me grushta. Pra ishte një betejë, nuk e di si mund të jetë, mund të ishte edhe një dhimbje fizike, një plagë që ai e ndjente. Ishte një betejë e përditshme që Pali do ta vuante gjatë gjithë jetës së tij. Ma merr mendja mund të ishte si një buton, tani po e shpreh unë në këtë lloj forme, si një buton në momentin që Pali fillonte të i pëlqente vetja dhe krenosësh, pap fillonin grushtat tek plaga dhe ai fillonte të përulesh. Por besoj që mund të ketë qenë atje, por për Zoti i thot, në vargu 8, Pali thot, ma në Perëndi, lutem, ma hiq këtë.
Për këtë ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë. Por ai më tha, hiri im mjafton. Sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj, me kënaqësi të madhe do të mburrem më tepër me dobësitë e mia që fuqia e Krishtit të rritë ku. Pra, po ta vëm re edhe neve si njerëz, kemi tendencën që t'i lutemi Perëndis vetëm në momentin që neve, çfarë? Neve vuajmë, kemi probleme, kemi shqetësime. Shumë rrallë mund ta gjejmë veten ton duke e falenderuar Perëndin për ushqimin e përditshëm, për veshjet. Faleminderit o Zot që na ngritë sot në një ditë të re. Ka shumë gjëra që ne mund të jemi mirënjohës Zotit, por ne kemi tendencën që të përulemi më shumë kur jemi duke vuajt. Edhe atëhere i lutemi Zotit. Atëhere ne i dorëzohemi Perëndis. Themi jemi në durët e tuaj. Pra hiri i Zotit nuk është vetëm i mjaftueshëm për shpëtim që ne të shpëtohemi, por është i mjaftueshëm çdo ditë. Pra nuk është thjesht ku neve marrim forcë, por është burimi i fuqisë. Hiri i Perëndis mjafton kur je sëmur, mjafton kur ke humbur një të dashur, hirit mjafton kur nuk ke më përgjigje, hirit mjafton kur jeta duket se nuk ka drejtim, nuk ka ndonjë dritë në fund të tunelit. Edhe më e bukura është që neve në këtë lloj forme përulemi. Por ka diçka tjetër interesante që duhet vënë re. Historia e ka treguar dhe është që shumë njerëz kur gjenden me vështirësi të tilla, përballë vështirësive të tilla, ka 2 lloje njerëzish. Kur kanë dobësi vuajtje, ose zbuten, përulen përpara Perëndis si pali dhe i kërkojnë Zotit fuqi çdo ditë, edhe dorëzohen përpara Perëndis, ose ka një kategori tjetër njerëzish që bëhen akoma më të ngurtë në zemrat e tyre. Bëhen akoma më të liq. Me fatkeqësi, me vuajtje të ndryshme që u ndodh. Edhe bëhen shumë të hidhur. Nuk e di keni takuar njerëz të tilla apo jo, por nuk kanë më po ta vesh re, nuk kanë shoqëri, e largojnë shoqërinë, flasin gjithmonë si me inat, si me zëmërim, nuk kënaqen kurrë, kritikojnë gjithkohës, nuk janë aq më tepër, ajo çfarë është më e rëndësishme, ai heqin lëviz edhe Perëndis, nuk ka pernis. Po nëse do të kishte Perëndi, nuk do të më jepte mua këtë lloj vujtesh, këtë lloj problemesh. Por ky është si thua veprimi, ky është vullneti i Zotit për cilin person prej nesh. Shumë njerëz nuk e kuptojnë dot pse ndodhin këto gjëra që ndodhin në jetën e tyre. Edhe duke qenë në këtë lloj forme, duke qenë në këtë lloj, si thua, pozicioni, mendojnë që ky është fundi. Edhe shpeshherë ne mund ta kemi gjetur veten në një pozicion të tillë, ose mund të jemi në një pozicion të tillë ku themi, s'ka më. Thuhet tek Filipianët që çdo gjuhë kur të vim në kohën përballë Perëndis, neve do të deklarojmë, do të shpallim Zotin. Çdo gjungë do të përulet përpara Perëndis. Edhe pikërisht aty te Filipianët thotë diçka tjetër interesante, është që çdo mendje do të hapet, çdo zemër do të hapet, edhe do të kuptoj
Perëndin, plotësinë, planin e Perëndis. Pra është në momentin e fundit. Edhe aty do të ngelen të manitur. E do thonë, po, Perëndi ke të drejtë. Lavdia i qoftë Perëndis dhe do të përullet. Tani, është diçka, neve Perëndia na ka, se ne mund të themi këtë pyetje, mund ta bëjmë këtë pyetje dhe mund të zëmrohemi. Po mirë, pse nuk na e shpjegon Perëndia ne tani? Pse nuk na hap mendjen Perëndia tani që ne të mund të kuptojmë tani, që t'i japim Zotit lavdi. Neve jetojmë në një botë plot ligësi, edhe palit ju dha kjo mundësi, kjo lloj privilegji, dhe Perëndia u kujdes që palin ta përulte deri në atë pikë që mos të rrëmbehesh nga krenaria dhe ta përdorte këtë lloj zbulese, këtë lloj fuqie që Perëndia i dha për përfitime personale. Edhe një nga, besoj unë, një nga shpjegimet është që Perëndia nuk na i jep kështu në mentallet, si thua, që ti kuptojmë, po do ta shpjegoj si i jep. Sepse neve kemi tendencën të mburjes, kemi tendencën e arrogancës, kemi tendencën e krenarisë, edhe do të themi pastaj shiko se çfarë bëron. Si na jep neve Perëndia? Perëndia na jep këtë lloj mundësisë që çdo ditë kur neve mësojmë, zbulojmë, studiojmë, lutemi Perëndis, atëherë neve do të vim ta kuptojmë më shumë Perëndin, do ta njohim më shumë Perëndin. Janë dy gjëra të ndryshme të njohësh Perëndin edhe të kesh njohuri për Perëndin. Ta njohësh Perëndin do të thotë që ti e njeh personalisht Zotin. Të kesh njohuri për Perëndin është kesh lexuar një literaturë. Për shembull, kur neve vim të kuptojmë edhe të mësojmë, është një lloj si me shkollë. Ti fillon në klasë që në kopësht, që merr mësime bazike fare, edhe deri në shkollë të lartë që përgatitesh. Pra është një periudhë, le të themi, 16 vjeçare për dikë që të përgatitet me mësime, me shkollë. Pra nuk është diçka që ndodh brenda kësaj kohe. Edhe neve e dim gjithashtu që njerëzit ndahen në kategori të ndryshme. Ky e ka mbaruar shkollën sa për të kaluar klasën, ky e ka kaluar me mik, ky është mesatar, ky është ekselent. Edhe ky është, domethënë, ka edhe nga këta përjashtimet që janë shumë të zgjuar që ndonjëherë marrin edhe përtej se çfarë ofron programi mësimor, që janë gjenik. Janë si thuash, me numrin e dorës, i numron me gishta, edhe pse ndodh kjo? Ndodh pra sepse kur neve si njerëz kemi për të marrë njohuritë bazike se si të jetojmë, se si të punojmë, se si të sillemi në jetën tonë përditshme, në shoqëri me radhë, ku mësojmë të lexojmë, ku mësojmë të numërojmë, ku mësojmë të llogarisim, ku mësojmë të punojmë, ku mësojmë të shpenzojmë, e gjitha këto me radhë. Pra kanë kohën e vet. Pse neve mund të mos pranojmë në këtë lloj forme, në këtë lloj mënyre, edhe marrëdhënien tonë me Zotin? Pra që të shpenzojmë kohë pikërisht me këtë gjë, pra, që të mësojmë, që të kuptojmë, që ta njohim, që të na njohë Perëndia, pra duke lexuar, duke studiuar dhe duke u lutur. Asnjëri prej nesh nuk e bën. Ne e gjejmë veten një të diel kur kemi mundësi që të lexojmë për fjalën e Zotit, lutemi edhe largo. Ne ham 3 vakte ushqim çdo ditë. Në tani që është zgjatur dita, do dhe gjik më shumë. Por, harrojmë pra që të ushqim shpirtin tonë me fjalën e Zotit çdo ditë. Edhe bëhemi në këtë lloj forme. Pra, që të marrësh një shabllon të sa më me detaje, kemi pra 2 kategori njerëzish, kur përbalen me dobësi dhe vuajtje, ose zbuten dhe përulen dhe dorëzohen Perëndis, ose ligësohen
zemra atyre ngurtësohet, forcohet dhe vetëm largohet sa më shumë nga Perëndia. Ali e thotë tek Filipianët, unë bëj gjithçka thot nëpërmjet atij që më forcon. Tek Isaia, profeti Isaia thot ai i jep forcë të lodhurit dhe shumon fuqinë e atij që nuk ka forcë. Te Korintasit, Perëndia zgjodhi gjërat e marrë të botës, pra ata që neve e konsiderojmë turp, të mençurit për të turpuruar për atë mençur. Nuk merr Perëndia Perëndia mund të përdori këtë do, por Perëndia nuk lejon krenarinë, arrogancën njerëzore që t'jetë shërbëtori i tij, por do një person për ulur që të marrë lavdinë. Hebrejt na thot, ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund të ndjejë më dobësitë tona, sepse Jezusi erdhi në tokë dhe u kryqëzua. Pra, na e pa nga afër. Në një moment, Jezusi në lutjet e tij, ndërsa shikonte njerëzit që ishin në mëkat, vargu më i shkurtër në Bibël thot dhe ai qau, vargu më i shkurtër në Bibël. Pikërisht sepse kur pa gjithë dhimbjet, vujtjet, dobësitë, njerëzit që ishin të shpërndarë si delet pa bari, Zoti i di dhe i ndjen dhe i kupton dobësitë tona. Nuk është se është një pend. Psalmi 73 vargu 26 thot, mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen, por Perëndia është forca e zemrës sime dhe pjesa ime për jetë. Romakët kapitulli 8 vargu 26 na thot, po ashtu edhe fryma na ndihmon në dobësitë tona. Pra në lutje, fryma vepron në dobësinë tonë. Çfarë janë të gjitha këto për ne? Pali, duke u përballur, se Pali nuk ishte thjesht një person i thjesht, por Perëndia e kishte zgjedhur si apostullin e tij, pra Jezusi e kishte zgjedhur si apostull. Dhe ai kishte marrë misionin që jo vetëm që të ndante fjalën e Perëndisë, por edhe ai kujdesesh për njerëzit që vendosnin të pagëzoheshin dhe të merrnin dhuratën e frymës shenjtë. Dhe në momentin që bënin këtë gjë, Perëndia kishte caktuar Palin pra bari që të kujdesesh për njerëzit, që të merrnin gjithmonë ushqimin shpirtëror. Ndaj dhe Pali kur thotë shko, unë Perëndia mua më zgjodhi apostull, Perëndia mua më dha dhe fuqi i dhunti, Perëndia më bëri që të dëgjoja dhe gjëra të patregueshme në parajs, por Perëndia bëri edhe këtë gjë tjetër që më përuli, më dha një gjend, se është një lloj sikur të godet me grushta. Ai mund të ketë qenë edhe gjend fizik, por edhe gjend shpirtëror që agonia është akoma më e madhe. Nuk është vetëm diçka për shembull që siç kemi neve, na dhem koka, hajt pimi paracetamol, edhe hajt pim diçka dhe të qetësohet. Nuk ka qetësi për atë lloj gjëje. Prandaj dhe Pali na fton edhe na kujton gjithë secilit për nesh. Hiri i Zotit na mjafton. Sepse Jezusi derdhi hirin e tij, mëshirën e tij në kryq për gjithë secilin për nesh, duke na dhënë këtë mundësi dhe privilegj që të quhemi bijtë e Perëndisë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin për ne. Zoti na bekoft dhe Zoti na dhënë forcë.